nëse do vazhdon dhe mbështetja amerikane dhe mbështetja europiane për Ukrainën, ai ka gjasa që do të rriqë dhe do dorëzonte edhe Krimen. Jo, do dorëzonte edhe Moskën. Moskën nuk e dorëzon ai tani, po Krimen do ta dorëzonte. Vjet nuk kanë kapacitet për ta ndalur. Dhe vazhdon kapaciteti, pra nuk kanë ndaluar. Tano, mos e krahaso kapacitetin që ka Ukraina sot, ky është kapaciteti që kishte Amerika dhe gjithë Europa perëndimore. Nuk janë kapacitet Rusisë ato. Po ja, ku kemi 50 vende perëndimore në luftë me Rusinë dhe për 3 vjet jo vetëm që nuk e çuan mbrapa. Lutem, ta mbyllun arsitimin edhe pastaj ta mbyllun arsitimin edhe të lutem. Edhe pra, nëse do të mbështetej, unë jam i sigurt që Rusia nuk kishte kapacitete për të rezistuar më tepër. Bile edhe tashmë Rusia nuk ka kapacitete. Presidenti Biden, kishte Amerika dhe Europa kapacitete për të ndihmuar Ukrainën në atë masë kritike që kishte. Me çarmësh. Gjitha llojet e armë të mundshme. Shiko, Europa vonë kuptoi që do vinte Bideni dhe barra do i ngelesh Evropës dhe kërcënimi do i ngelesh Evropës, sepse nëse do të ishin rakorduar më mirë punët që në kohën e presidentit Biden, pra do vinte presidenti Trump, që në kohën e presidentit Biden, gjërat do kishin shkuar ndryshe. Dhe në këndvështrimin tim, po theksoj edhe një herë, Trump kërkon të mbyllet sa më shpejt ky, të ngrihet fare si konflikt për kohën që ky është president, sepse në fund fare është edhe ajo që thoni ju me interesat e tij elektorale. Ai ka premtuar që të mos ketë luftë. Dhe synimet e tij janë të përqendrohen në konfliktin me Kinën. Ti mendon që Trump mund ta ndryshojë kushtetutën amerikane për një mandat të tretë? Sa e përlufton. Tezat janë hedhur, unë nuk e di se mund të arrijë, nuk besoj se do të arrijë. Ska fushat elektorale, sa i e ka mbyllur. Tezat janë hedhur edhe për këtë gjë. Jo, e di është shumë aktuale bile, po. Janë hedhur tezat. Kështu që në këndvështrimin unë them që presidenti Trump ka interesa edhe elektorale, edhe për të përmbushur një nga ato premtimet. Por interesat e presidentit Trump janë interesat e Amerikës tash, do të jemi qartë për këtë punë. Goxha, replika juaj? Vetëm ato armë që kanë mbetur pa i dhënë perëndimi Ukrainës janë vetëm bombat bërthamore. Të gjitha llojet e armëve që i kishin armët konvencionale, që i kishin në dispozicion, ja dha të gjitha. Me radhë njëra pas tjetër, dhe të gjitha i proklamonte si këto do ndryshonin luftën dhe nuk ndryshuan asgjë. Dështuan totalisht. Ngritën edhe komandë të veçantë dhe kanë ngritur në Wiesbaden një komandë para 2 vjet e gjysmë, komandën me cilën drejtonin luftën në Ukrainë. Dhe e pranuan edhe publikisht para një muaji para Senatit Amerikan. Koordinonin ndihmat për Ukrainën. Jo, nuk koordinonin ndihmat, po drejtonin luftën. E pranoi generali Cavoli para Senatit Amerikan, që janë marrë me përpilimin e operacioneve dhe me drejtimin e operacioneve të ushtrisë ukrainase në të gjitha ofensivat dhe kundërofensivat që ka bërë në këto 3 vjet kundër ushtrisë ruse. Po qëse do të ishin se dëshironin patjetër atë paqen, atëherë çfarë do bënte? Me të ardhur thoshte stop, të gjithë pjesëmarrësit amerikanë në këtë Wiesbaden unë i tërheq, pra nuk kam më. Vazhdon drejtohet Wiesbaden nga generali Donau. Pra vazhdon drejtohet nga generali amerikan. Edhe në periudhën e presidentës Trump, thotë. Absolutisht, por pse i duhet ta mbylli? Atij nuk intereson paqja. I duhet të arrijë një pushim, për arsye sepse tashmë në këto 3 vjet këta sollën një Rusia nuk është ajo që ishte para 3 viteve. Para 3 vite Rusia si kishte këto kapacitete. Dhe këta i dhanë mundësinë për 3 vjet Rusisë të arrinte kapacitete të paarritshme ndonjëherë, të cilat mund të arristen pa 15-20 viteve. Pra, nxithe militarizimin e Rusisë. Militarizim dhe fuqi ekonomike. Dhe tashmë sot nuk e ndalin dot dhe në rast se Rusia e fiton luftën në terren dhe detyron ushtrinë ukrainase të kapitullojë, këtë luftë nuk e ka humbur Ukraina, e ka humbur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi dhe humbasin fytyrën.